Toma, javë 23 i Partizanit, Human i Partizanit, Elbasanit, super futbolist në Premier shënon 2 golat jashtëzakonshëm ndaj Teutës e cila po kalon një krizë. Aleksi Ignatius Kallaku, violina e parë e Vllaznis, Vogli 17 vjeç dhe shumë talent të Tirana, Buxhelaj në krahun e Majdi, Gjini i Vllaznis në zemër të mbrojtjes si qendërmbrojtës dhe shkojmë me Lulajn e Elbasanit dhe Ismailin e Dinamo City. Qa mendon për këtë formacion? Je dakord, Lamçe? Unë mendoj që ky formacion është i saktë sepse janë treguar futbollistët gjatë gjithë kësaj jave edhe paktën gjatë këtij muaji që ka zhvilluar ndeshjet kryesore kanë qenë nga më të mirët në fushë. Ditmar. Mendoj që nuk është përzgjedhje dur sepse nëse mungon një futbollist aty, është futbollisti numër 3 i Tiranës, mbrojtësi Majt Bazilja që për mendimin tim Cili? Bazilja. Po? Mbrojtësi nigerian, që është një niveli tjetër. Po të marrësh takimin me Dinamon. Çfarë do të themi nivel tjetër? Çfarë do të thosh? Është futbollist që bën diferencën. Kampionat shqiptar? Patjetër që po. Ne ka bler Tirana, ka uazuar si... Ne që kemi qenë stadium, bashkë me Landin, edhe profesor Zhupa është futbollisti i vetëm që do thoya 90% të dy luftimeve i ka fituar, por edhe kur ka topin në këmbë, është futbollist që në situatë ka bler Tirana, ka uazuar. Nuk kam shumë informacion, është takimi 3 që unë ndjek nga afër, kam ndjek nga afër takimin e parë që ka shënuar gol në Vor. Po. Për kup me Skënderbeun. Ka tjetër klasë, është futbollist që për mua nuk ka lidhje me kampionatin. Me kampionatin. Oh, super. Zhupa, je dakord? Jam shumë dakord. Por ajo vendimet e këtyre është subjektive, normalisht to bëhen nga teknikët e moshave që janë në Federatën Shqiptare. Përzgjedhjet normale, ngaherë janë, domethënë edhe Çelmeta. Ajo që është pozitive është që ky lojtari i Vogli 17 vjeç bën diferencën dhe këtu përgëzoj ekipin e Tiranës dhe stafin drejtues që bazohet tek elementi i është rikthyer akademisë. Po pra. Këtë gjë duhet ta bëjë dhe Partizani. Ka disa element që është Joni Çaushi, është Zeka. Por edhe Partizani se ishin ca aty që janë Partizani e nisi me elementin e ri dhe nuk e di pse e stopoi. Ja futur me gjithë aty shumë duaj. Derisa po të shikoj sepse me U19-ën, me U17-ën dhe me U18-ën janë në vendet e para në kampionatin respektiv. Dhe këto lojtë, Çausha kërkohet në Kroaci. Zeka kërkoi ke Lokomotiva Zagrepit, po. Me fjalë dhe e di që ndoshta në qershor largohet e mbyll si që do jetë pjesë e ke qef të shikon këto talentet. Po talentet e reja sepse nuk ka më kënaqësi. Ne shikojmë çka ka vitrina, kurse ti shikon çka ka magazina. Absolutisht po. Sepse elementi se shumë e bukur kjo, ne vetëm kur na dalin vitrinë shikojmë. Ti ikë shikon ande nga magazina një herë. Shikoj sa ndej gjendet. Pra, Landi ndjek gjitha edhe U17, në U19, në kategorinë e 3, në kategorinë e 2, ndjek. Shikon gjitha me radhë, ndjek sepse i gjitha. Po kategorinë e parë, ky bën drejtorin sportiv. Ky bën drejtorin sportiv. Po. Përveç menaxherit, ky bën drejtorin sportiv. Po, s'është dakord Lamçi apo mirë. Rogersi asnjëherë s'është dakord. Rogersi. Se në këtë rast është Rogersi. Si kush është Rogersi? Rogersi është personazhi Rogerti. Është një personazh i Big Brother. Po, bën rolin e Rogertit më. Po mirë, tani takon aty ta bëj. Takon, absolutisht. Jo, kjo më pëlqen më që ka debate, ka njerëz që janë më të zgjuar, më të ngritur që diskutojnë. Do mësojmë nga këta, do mësojmë. Ne për të mësuar kemi as kemi. Shiko, asnjëherë s'e ke pas mirë. As kam qenë me karton verdh në futboll? Kujt? Zhupës. Ja, absolutisht. Zhupa ka qenë model. Si model? Si futbollist. I disiplinuar, teknik, i shpejt, rezultativ. Edhe si trajner. Model ka qenë. Si trajner. Asnjë se kanë pa duhet kundërshtuar. Jo të Partizanit, te Dinamo, te Kamza. Ka tjetër kulturë profesor Zhupa. Etika 90. Si futbollist se kam parë, unë të them person si trajner. Se kam pa unë, sallak. Po ne po them. Për ta stadiumi, atë. Ta vlerësosh tjetrin për kulturë, të bën shumë mirë, edhe për sportin, dhe mos jesh vetë, mos jesh vetë me 100% me kulturë. Te kategoria e parë, sepse është interesante për të folur pak çfarë po bëhet në kategorinë e parë Çelmeta. Luftë është më e madhe në kategorinë e parë. Skënderbeu që bën shumë mirë punën e saj dhe drejt hypjes në ardhjes në Super League. Po, shikoj. Ja sa shikojmë tabelën, Nikol. Java 21, Skënderbeu në vendin e parë 48 pikë, Laçi në vendin e dytë 45 pikë,
Pogradeci në vendin e 3 40 pikë, Kastrioti në vendin e 4 30 pikë, Burreli në vendin e 5 30 pikë, Iliria në vendin e 6 26 pikë, Besa 25 pikë në vendin e 7, Korabi 24 pikë në vendin e 8, në vendin e 9 është Apollonia me 24 pikë, Lushja në vendin e 10 me 20 pikë dhe Luftëtari 11 16 pikë dhe në vendin e 12 është Kuksi me 12. Okej, ky është tabela klasifikimit. Zhupa. Jo, shikoj diçka aty domethënë. Vendet e fundit, shikoj edhe Lushin aty domethënë që a fillove ti tani se keni ditmarrin këtu, pra ne i bëni këto tani. Se keni studi ka qenë trajneri Lushnjës. Jo, shikoj Lushin që nuk i takon që të jetë në atë lloj. Po i kishte pra ishte trajneri këtu, dhe ta mbar në trajneri mirë është, po nuk është problem trajneri aty që shkoj. Aty është gjendja që ka Lushja, problem organizimi. Atë këtu dua dal. Këtu dua dal, domethënë një qytet që ka tradita, domethënë ka pasur hapësirë, domethënë që mori edhe një trajner të mirë, që ta ngjisë skuadrën, do të japin hapësirë trajnerëve që të punojnë. E dyta, në lidhje me pjesën e kreut, mendoj që Skënderbeu ka skuadër jashtëzakonisht mirë. Po 48. Ka skuadër jashtëzakonisht mirë, ka një eksperiencë shumë të mirë që pavarësisht se si vjet spriti. Por ajo që është Ditmar, Skënderbeu si po shkon që ta përndajnë çik. Ai e bleu dhe palokën, ë? Ish futbollistin tënd. Skënderbeu është aty ku i takon. Në krye është vit tranzicioni, mendoj që po bën jashtëzakonisht shumë mirë, pavarësisht barazimit sotëm në një fushë shumë vështirë se ajo e Korabit, po është në krye të tabelës, por ajo që shikoj që Laçi po thedhon diferencën e pikëve me Porgadecin. Çka do thotë që Porgadecit nuk i falesh ky lloj barazimi dhe hap fallc në Fier. Dhe mendoj që në javën vazhdim duhet të rikuperojnë këto 2 pikë lëna në Fier. Ka dhe 2007 do them edhe diçka kur e ka ikën dënimi Skënderbeu? Tani në mars. Kur mars? Do them edhe diçka 17 mars. Kur mars? Të këtij viti. Do them edhe diçka 2026. Pra edhe një muaj Skënderbeu të hiqet dënimi. Po një sekond për Skënderbeun, 26 domethënë se hiqet dënimi. Brenda marsit bën 10 vite. Në kategoria sepse ata po vajten në Europë kanë shanse futen ata. Absolutisht. Absolutisht. Takja ka ëndër një herë të rikthehet në sallonet e mëdha të futbollit evropian. Do të rikthehet, nuk diskutohet. Do rikthehet. Ky presidenti që për herë ka pasur Skënderbeu tani. Ambicioz. Palokën e mori Palokën. Atë futbollistin tënd. Palokën e ka marr. Palokë është futbollist jashtëzakonisht shumë i mirë, mendoj që duhet të jepim pak më shumë minuta për të parë vlerat e vërteta të Palokës. Pastaj sa përket Skënderbeut dhe presidentit Takaj, unë do të them që nuk ka, është rast shumë i rrallë që një president dhe një klub të rezistojë për 10 vite me atë lloj. I dënuar, pas ka qenë një papar. Domethënë nuk ka. Çdo njeri do kishte dorëzuar. Takja e bën atë, domethënë pas ka pas kokën e fortë shqiptari kështu. Të fort fare. Okej, ç'a do të thotë ti se nuk kam kohë. Thonë diçka për luftëtarin. Po. Luftëtari pavarësisht se që është atje, për 2026-ën ka bërë, do të thënë, ndeshjet më të bukura. Me Skënderbeu barazoi në Korç, barazoi sot me Besën e Kavajës. Devolli po bën një futboll jashtëzakonisht shumë bukur. Çelmeta diçka dhe ta mbyllim me kategorinë. Jo, unë do të thoja që i jap të drejtë për marrë për faktin që edhe kur i drejtori i ekipit në Lushit ngreti problemet që ka ai ekip, jo vetëm me lojtar, por mënyrën e funksionimit të klubit. Kështu që kështu do vazhdoj të vuajt mendoj deri në fund. Okej, ikim